Banesat në Prishtinë po kapin çmime stratosferike. Prandaj të gjithë po e bëjmë pyetjen e madhe. A ja vlen më shumë me investu këtu apo me ble super pruna në Dubai me pothuajse të njëjtin çmim? Tafina këtu dhe ne sot jemi në Garden Hotel. Red Stand Real Estate bashkë me Damek po e sillin Dubain në mes të kryeqytetit. Hajde ta zbulojmë se sa është e lehtë me investu atje. Dhe pse të gjithë VIP-at tanë po e kthejnë Dubain në lagjën e tyre më të ri. Hotel Garden u shndërrua në epiqendrën e luksit dhe mundësive të arta për të gjithë ata që duan të investojnë me zgjuarësinë e Dubai. Asnjëherë nuk ka qenë më lehtë të mësosh se si ti shumë fishosh para tua, sepse gjigantët e ndërtimit botëror kanë zbarkuar drejt për drejt në Prishtinë. Damak, emri që po ridimenzionon jetesën elitare globale, ishte aty për të tërhequr vëmendjen absolute. If Dubai is great, Dubai is big, Dubai is success, Dubai is big money there. So definitely it's a good investment opportunity. So as long as it's one of the best investment opportunities in the world, why not? Expansion of the land banks and the residents, of course. So government facilitates everything for all investors in the world to come to Dubai. So that's a good chance, of course. So that's why there is no limit in Dubai. Por përse, saktësisht, duhet investohet sot në Dubai? Përfitimet fillimisht janë te pjesa e rritjes kapitale të pronave në Dubai. Arsyeja pse pronat rriten në Dubai në nivel më të lartë se në krejt qytetet e botës është për shkak që qyteti është i pandërtuar tërësisht. 25% e tokës është ndërtuar, 75% është e pandërtuar. Edhe gjatë kohës që ka kërkesë për banem, që ka kërkesë për turizëm, që ka kërkesë për vizita në Dubai, ka kërkesë edhe për mini qytete ku këta persona duhet me jetu, apo normal këtu banesa duhet më shumë me qëra. Edhe që kjo është një për arsye kryesore pse bota ashtu e zgjedh Dubain për me ble prona. Njëkohësisht është edhe mungesa e taksave që në biznes njihet si profit, për arsye që nuk ki nevojë me pagu, do më thonë që i bjen jetë i majtë për vete. Çfarë do lloj sasie shumë të parave që ti e bën në Dubai është 100% e jotja. Kjo është një pjesë shumë atraktive. Njëkohësisht edhe siguria që ofron qyteti, është një prej qyteteve më të sigurta në botë, ofron siguri të jashtëzakonshme.